pra në të gjitha anët ta shohim, ky diskurs që ne do përballemi nesër, dhe unë e shoh që do të shkoj gjatë, domethënë, edhe do të shkoj lufta edhe dhëm për prova, po sidomos në pjesën e legjitimimit të akuzës, ne do të jemi në këtë diskurs nesër, në këtë retorik, që ata do të luajnë që kjo është luftë politike. Të bëjnë ndërhyrje të vogël. Jo këtë që thotë. Dakor, se do mbyllen shumë më për shumë sa shoh. Dhe për mua është sfida e ngritjes të shtetit një, dhe ky nuk është gjyq thjesht kundër një personi dhe një force politike. Ky është gjyq në tërësi të asaj se si është ndërtuar pushteti politik, çfarë mundësi ka pas dhe si ka funksionuar. Çfarë do doja unë për një drejtësi, domethënë, perfekte. Zotëria mund të shkojmë në organizata kriminale e fare thjesht. Se fatkeqësisht qeveritë tona kanë funksionuar si organizata të padiskutueshme kriminale. Dhe tonë që ky proces mund ta vërtetoj këtë. Po këtu ka vendime apo ka ligje që të gjithë ata që kanë marrë vendimin ose kanë votuar ligjin duhet të shkojnë të gjithë në prokurori. Se i bie, mendosa vendime qeveria mund nesër pas nesër, nëse ky proces përfundon kundër Berishës, mund të shkojnë në proces gjyqësor, dhe tu pastaj hapet kutia Pandorës. Tu ka bashkëpunime të qarta, ka zbatuar urën paligjë.